Për masa mitike e një epopeje kombëtare heroike, mbrojtësit Kavajas të Shkodrës në një përjetësim folklorik, historik dhe artistik. Historiani i famshëm britanik Noel Malcolmi, kur e pyesnin shqiptarët se si duhet ta rishkruanin historinë e tyre, shprehi se arkivat kanë rolin e vet, por vendimtare për historinë e një kombi, për protagonistët, ngjarjet, zhvillimet historike, sado të hershme apo të pashfaqshme. Dhe serb dhe 4.000 rezervistë, rediv, shqiptarë dhe ushtarë turq, si dhe mbi 1.000 viktima të popullsisë civile të qytetit, të vrarë nga predhat e topave të rëndë, ku përfshihen dhe rreth 500 të vdekur nga uria gjatë rrethimit të qytetit. Në luftën e Shkodrës u përdorën për herë parë në 1913 avion luftarak prej Serbisë, 2 nga 4 të tillë që Serbia kishte blerë për Francës, një prej të cilëve u rrëzuan nga luftëtarët tanë mbrojtës, që do të shënonte gjithashtu dhe pilotën e parë të vrarë në luftë, siç ja i serb, avion që do të përdoreshin gjithësisht vetëm pas një viti në luftën e madhe botërore 1914. Në këtë luftë u hodhën mbi qytet dhe mbi fortesat e sistemet mbrojtës, në Tarabosh, kodrat e Përdicës, fushat e Shtojit, pozicionet strategjike të Dervish Tepes dhe në kodrat përtej Kirit, të Bardanjorëve, veçanërisht në Bardha të Madh, 72.000 preda me dinamit të topave të rëndë, që shkallmonin dhe themelit të shtëpive. Ndërsa në Vlorë u shpall pavarësia e Shqipërisë, në Shkodër shqiptarët u bën proces politik dhe kombëtar i Europës. Një epope heroike me një përmas mitike, ku 500 luftëtarë vullnetar të Kavajës, me qefinët përpres, shkuan për luftë me shqetë, po sjellin një jehon të kësaj lufte dhe qëndrese madhështore në këto pak shpërfaqe të përjetësimit të saj folklorik, historik dhe artistik. Përjetësimi popullor përmes këngës së epikës historike. Kumtesa është gjë, ne po ndalemi vetëm për atë çfarë kanë pasqyruar këngëtarët popullor Kavajës nga kjo luftë, sepse po shkurt shumë po i bie. Dhe do të interesuar të t'i kenë sigurisht të përmbledhur në botimin e materialeve të simpoziumit edhe mund t'i lexojnë të plot aty. Në një pamje të gjerë, në nderim të kësaj premtarie përkujtimore historike në Kavaj, të kundrojmë këngën e saj popullore të kësaj epike për epopenë shkodrane, përmes disa prej poetëve dhe këngëtarëve të saj popullore të viteve të hershme, duke qenë unifikuese, përbashkuese e një përvoje artistike, emotiviteti dhe moraliteti të një grupimi, kolektiviteti, fati të përbashkët jetik. Edhe kënga popullore historike e kësaj treve krijon etnikën e saj poetike melodike, të një trulli shpirtëror dhe të traditës folklorike me autenticitetin e vet estetik, si një vesk frymëzimi të brezave. Poeti popullor Adem Sinella e zhvillon motivin historik të kësaj lufte përmes elementeve baladesk të mallit, shpendit dhe portretizimit të bukurisë dhe lavdisë trimërore të heroit me plagët nishane për njeriun e tyre larg në fortesën e Shkodrës në përballjen e përgjakshme me shqetë. O moj pata krahë larme, ku po shkone, prej ka vjen, a kalove për mbi Shkodër, a i peti birin tem, ashtë gjatë trim me nam, faqe ka plag nishana, nga sabahu der në aksham, syt nga rruga i mban nana. Ndërsa këngëtari tjetër i epikës, Hajdar Shima, shpërfaq tablon dramatike të mbijetesës për ekzistencë si komb, përmes luftrave të përjetshme me pushtuesit slav, dhe kjo jo si fatalitet, por si detyre përhershme sakrifice dhe qëndrese. Ç'është ky hall, ç'është kjo hata, jetë mod në luftë me shqap, ç'është ky nam, ky mysybet, jetë mod në luftë me shqet, atje në Shkodër mbi kala, ka mbet baba me gjithë vlla, atje në Shkodër për mbi kir, ka mbet burri me gjithë birë. Përsëri njëjti popullor në një pamje po ai trondit se sa dhe luftarake, por një plan të brendshëm familjar, njerëzor, shpirtëror, si një madhështi morale e njeriut, që niset për të luftuar dhe për të martirizuar për vendin e vet, i cili nuk është vetëm ajo boka sipër shtëpisë dhe fshatit të tij, por dhe Shkodra, madje dhe më tej në luftrat e mëparshme, edhe Ulqini, edhe më përtej. Kur o burr ta kalosh bokën,
kthej herë mbrapa kokën, ke lanë grua, ke lanë fmi, ke lanë dan, ke lanë shpi. Na mi hyrin, ti moj gru, luja qunit mirën sepet, kur të vi vakni më u martu, dhe të kujtoj babën e vetë. Poezia popullore historike e Trevës së Kavajës është ndërthurur me elemente lirik, duke u shndruar më tepër e një zhandri epiko-lirik, nga që heroi, dëshmori, personazhi historik del rrallë me identitetin dhe emrin e vet, dhe shfaqet kryesisht si përgjithësim i vlerave, cilësive, bukurisë, trimërisë, se çdo luftëtari që lufton për atë dhe. Por dhe kur shfaqet si protagonist, i ngjarjes luftarake, heroike, e tjerë, imazhi, portreti i tij lartësor dhe njerëzor është i shkrirë me heroin lirik, artistik të këngës, si në këto vargje të këngës së Yze Mishit. O rrugtar, ku po shkon? A për Shkodër je nisti? Atje kam unë burrin tem, a është gjallë nuk e di. Ata la një amanet, qoj atje në Shkodër, e presun, e pret quni, e pret nana krus në botër. O rrugtar, në Taraposh, burrin tem atje i gjenë, komandant që dridhet dheu, nuk ka plum që e zenë, komandant që turet para, ta ngujt liqin bri më bri, inshallah e ruan Zoti, e vjen gjallë në shtëpi. Zemra e diamant e këngës popullore historike të kësaj trive, ja se do të shkurtojmë akoma dhe më shumë, shpërfaq thjeshtësisht dhe drejt për drejt gjuresën e kohës heroike të mbijetesës dhe qëndresës, të shpresës dhe të së ardhmes, jo nga istikamet ku po luftohet dhe po përgjaket çdo pëllëm e tokës i përdicës dhe të shtojt, por të shpije luftëtarit dhe të gruaja e tij e spilitur, si në këtë këngë të Kadife Kajës. Quni pyet ditë për ditë, nana ngret duart nga qielli, unë në shtëpi, unë në ar, që kur le bie dielli, mu krus trupi, mu rus faqja, koka krejt ma ashtësin, thuaj burrit që e presim, thuaj shtëpia është në zi. Sërish gjurimet mallit e të dhembjes, tu drama, po themi kombëtare, ndërthuret me dramën familjare, njerëzore. Sërish ngjyrimet madhe të dhembjes që djegë dhe zhurit në një këngë tjetër të Adem Sinellës, me cilin krijohet me një madhështi shpirtërore ndritshëm dhe fuqishëm, këto përmendore përjetësie. Lagjen gryk sot erdh haberi, është brasula dhe seferi, ran dy vllazë në një ditë, shkuan në xhenet si dy shehit, Zoti i madh të qofshin far, ka mbet nana pa një djalë, të dy djelët i mbetën Shkodër, zjermi zdjeg ma shumë në votër. Në këngën popullore të Zenet Kalushit, risillet atmosfera e konfliktit të vjetër të përgjakshëm shekullor si një tramundan shungurruese e Europës. Kralj Nikola një krye pjepon se harron ëndrrën e vjetër. Kam 100 vjet që e pres, a marr Shkodrën a o e tres. Po lun dheu, po lun toka, thot Evropa që janë të topa. Nuk janë topat e Belgradit, por janë topat e Esadit. Ndërsa te ajo këngëtari tjetër popullor Kavajës Suleman Përçemi, sërish të njëjti tension dramatik i luftës së Shkodrës, ku shpërfaqet protagonisti i saj kontroversht Esad Toptani. Karadaku, emërtimi turk i Malizi, brigje, brigje, digje Esad Pasha, digje, nuk e djeg sa është i vogël, do ta lë sa të vijë në Shkodër. Mund vazhdojnë përsëri me një tjetër këngëtar popullor, Qerim Guma, o Nikol Popi, ku je nis me 8.000 vetë, me i gjym do t'i pikullës, do t'a djeg t'a bajt të shkret, kodër të rumit bida ullja, i bidxeba sas pojqa, haber përuj Osman Baurja, Shkodra jon halë paskara. Përjetësimi historik, që të cekim pak dhe qështën e dytë, përmes sugjerimit studimor shkencor dokumentar memoristik, po i lem të Gjemal Kusi dhe të tjerë që kanë dhënë dëshmi me kujtimit e tyre, po kalim tek studiusit Kavajës. Në parashtrimin ligjërimor të studimit të Nekti Baba Mustës, vihet të re një gërshetim i faktit historik me një pathos emocional dhe herë me një stilizim folklorik, duke se ndërtuar kështu një shkrirje të prozës dokumentare me narrativën përshkruese shtjellëse të figurshme. Citoj, Austro-Hungaria, sipas studiusit, dëshironte vetë të deportohen në Ballkan. Për të ministri i jashtëm i Vjenës, Bertolt me 11 tetor 1912 duke i drejtuar fuqive të mëdha shpreh se ne kemi interese etike në Ballkan. Ekonomistët austriak ishin llogaritur që Kavaja me trebat e saj fushore të furnizonte me perime Vjenën, po Shqipëria e dënuar nga padrejtësitë e tjera. Vullnetarët e Kavajës si bën betimin para flamurit të Skënderbeut të përcollën me lotë brovoriti nga populli drejt veriut. Në krye të divizionit të Shqipërisë mesme, ku forca më të madhe e përbënin Kavajësit,
ishte paraloj për 200 vetës veshur me mantele të bardha, lyer me ngjyrë të kuqe, simbol i rënies dëshmor për vatan. Në fushë të Rëmajt ndodhen me 10 qindra varet të rëndës, mes të cilëve dhe 168 dëshmorët e kavajës tonë. Po ku është një memorial, grem shqetësimin e, një plak për kujtimore, një emërtim të një rruge, apo të një shkolle qyteti, apo fshati, që ka një numër të lartë martirës, me emërtimin të dëshmorët e Shkodrës, për të vënë një kuror apo për të thënë 2 fjalë nderimi, për të kënduar një këngë trimërie për kujtim të tyre, ndërkohë që klerikët më të lartë malit të Zi dhe të Serbisë vinë çdo prill, për çdo Pashk në përmendoren e ngritur prej tyre në periferi të Shkodrës, në kujtim të mirë të vrarëve të vet, për më tepër pushtues gjaksor, me meshë dhe lutje për shpirtrat e tyre, ku është memoriali i qindrës dëshmorëve tanë në Shkodër, në Tiranë, në Kavaj, në nderim të gjakut dhe vetmohimit të tyre më të lartë për këtë tokë shqiptare dhe atë dhe Shqipërie. Patjetër që pushteti ynë vendor aktual, bashkia jonë duhet ta kryej më në fund këtë detyrim të shenjtë të nderimit të dëshmorëve tanë dhe për kujtimit të tyre të përjetshëm. Historiani i mirënjohur Rifat Hoxha, një nga studiuesit më të parë të historisë krajinore të Treveson, me votimin e tij të shquar të hershëm Kavaje në shekuj 1995, një parashtrim studimor ndërthurur me eseistikën dhe publicistikën historike, paraqit një tablo sintezë të kësaj përballje epike. Përgjithsisht ky studiues mban qëndrimin e krahut ose më saktë bashkohet qoftë studiusëve dhe intelektualëve të kohës, e qelen Bej Vlora, Mustafa Kruja, apo poeti Gjergj Fishta, apo të kohës më të vonshme Gazmend Shpuza, Pascal Milo, Kristofrasho e tjerë, deri te albanalogu i shquar kanadezë gjerman i kohës sonë Robert Elsier, që paraqet, i cili ky i fundit e paraqet këtë protagonist si një oportunist të paskrupullt, përfshirë dhe studiusit shkodran, që përgjithsisht i qëndrojnë gjykimit se ai ishte tradhtar, përgjithsisht edhe që lidhet edhe në një farë mënyrë me historiografinë zyrtare shumë vjeçare komuniste, me të vërtetat e saj herë të imponuara përmes diktaturës ideologjike, që ky krye luftëtar ishte tradhtar i kombit të vet, sepse me aktin e kapitullimit që shkaktoi një ndijat dhe zemërim popullor në gjithë trojet shqiptare dhe shqiptarët e Europës dhe të Amerikës, madje edhe të fuqitë të mëdha që po luftonin me kanceleritë e tyre për Shkodrën e Shqipërisë, duke detyruar të tërhiqej Rusinë, mbrojtjen e interesave slave të Ballkanit, nga që Esat Toptani pas shumë muajsh luftë, sakrifice, donse publikisht të refuzonte negociatat e malazitëve për dorëzimin e qytetit, në fshehësi lidhej marrëveshjen me Malin e Zi përmes konsullit të Malit të Zi në qytetin e Shkodrës, duke ia dhënë Shkodrën me dorën e vet armikut dhe duke shkelur mbi gjakun e të rënëve të popullit të vet për të patur mbështetjen dhe mbrojtjen malazeze dhe të Serbisë në synimin e tij të kahershëm për të bërë sëndimtar i Shqipërisë së Mesme. Madje historia në fjalë përshkruan tipin e tij arrivist dhe vrastar dhe përmes një episodi të pushtetit të tij në Kavaj, sipas kujtimeve të Ymer Ejupit në veprën e tij të përmendur. Esat Toptani pas kthimit nga lufta e Shkodrës, në zbatim të planeve të tij ambicioze për të ngritur pushtetin e sundimit të tij herë me premtime, herë me kërcënime, në verën e vitit 1913 u përpoq të ngrinte administratën e vet në Shqipërinë e Mesme, Tiranë, Durrës, Krujë, ndërkohë që trupat serbe po tërhiqeshin nga ato territore. Për këtë qëllim urdhëroi zëvendësimin e nën prefektit të Kavajës, Leonidës, me një musliman, por kavajqet nuk e mbështetën, siç priste ai, i tërbuar duke gjetur si shkak ndalimin e së shoqes që vinte nga jugu nga një patrullë xhandarmerie në Kavaj, urdhëroi dhëndrin e Alltunëvet, familjes më të fuqishme të pushtetit të Paris Kavajës, për disa shekujsh, pasardhëse e familjes mesjetare të Skurajve, që morën mbiemrin Alltuni pas futjes së tyre në shërbim të perandorisë turke, për vrasjen e atij Kaurri, që ndodhi në verë të atij viti dhe nën prefekt e mëroi vrasësin në fjalë. Zydi Shehi, hartuesi i listës së parë të identifikimit të rreth 100 të rënëve Kavajas në luftimet e Shkodrës, sërish mbetën dhe rreth 70 të tjerë për të identifikuar në mungesë të dokumentacionit ushtarak të kohës që gjendet në arkivat e Ministrisë Turke të Mbrojtjes. Në fakt, njoftimi publik ka sjellë emra të tjerë, gjë që komisioni e tjerë do t'i verifikojë, edhe për të identifikuar të dëshmorë të tjerë, emra të cilëve ende nuk janë saktësuar.
Dhe si drejtori i këtij muzeu që ishte në këto vite listë që ju paraqit Komitetit Ekzekutiv të Këshillit të Rrethit për shpalljen dëshmor të këtyre martirëve të harruar nga politika mëparshme, me vendimin numër 61 datë 5 nëntori 1992 në 80 vjetorin e kësaj epopeje. Pra ky studios trajton përballjen epike të kryeqendrës veriore, të ndërthurur me shtjellime dinjitoze të portretizimeve të këtyre figurave dhe në vlerësimin e komandantit shqiptar të qendresës gjatë rrethimit të Shkodrës, i bashkohet gjithashtu krahut të vlerësimit dhe interpretimit shkencor si tradhtar. Studiosi Muharrem Shqari, autor veprash të spikatura të hulumtimit historik, gjithashtu i bashkohet këtij grupimi që konsiderojnë tradhtar, ndërsa Xhafer Xhihani, studiosi i shquar Kavajës i historisë dhe gjeografisë rajonale të Trebësoni, ka kushtuar kësaj ngjarje të jashtëzakonshme kombëtare një vepër të plotë, eseistikën e tij historike, heroizmi i Trebës së Kavajës në luftën e Shkodrës. Dhe një narrativ ligjërimore, herë tonalitete të larta panegjerike që të kujton fjalimet e Perikliut me stilin e lartë lapidar në luftën e Peloponezit, të Tukididit dhe që krijon emocione të fuqishme të atmosferës heroike të kohës dhe që inspiroi madje edhe këtë konferencë historike përkujtimore. Ai bashkohet krahut të studiusve që gjykojnë se Esat Pashtoptani nuk është tradhtar, por një atletar, duke ju bashkuar kështu Mjal Gramenos, Tahir Kolgjinit, Ilir Ekonomit, Maringlen Verlit, historianit të ri Hasan Bello, që e shohin personalitetin historik të këtij protagonisti, si atë të një atletari, për sa i përket vetëm luftës së Shkodrës, që qytetin ja dorëzoi ushtrisë së Malit të Zi, si armë pushim jo për i tradhtisë së ambicisë së vet, por për krizës së jashtëzakonshme humanitare dhe tragjedisë të mërshme të vdekjes nga mungesa ushqimit të mira luftëtarëve dhe të popullsisë së qytetit. Po. Ja një pasazh nga studimi i Xhaferit. Batalioni prej 500 luftëtarësh vullnetar të Kavajës me qefinet poshtë brezit, që ishte veshja e fundit për të varrosur, në rast se vritishin duke luftuar, nisi rrugën për në Shkodër. Dhe nisi e tyre për të kthyer. Lamtumir, përshëndetja e shkodranëve. Lamtumir o Kavajës, udhë të mbarë, ne dhe i gjithë populli i Shkodrës ju vlerësojmë dhe do t'ju kujtojmë gjithmonë. Ju me luftën tuaj nderuat Shkodrën dhe të gjithë Shqipërinë. Për varet e të vrarëve tuaj do të përkujdesemi ne. Bashkë luftuam e derdhëm gjakun në ditët e netët e ftohta, në palë të shi, të pangrënë dhe të paveshur, dhe ju nuk u ankuat asnjëherë, nuk u mburët për trimëritë tuaja, ju patriotë të pamposhtur të kombit. Edhe pak për të cekur pjesën e tretë, përjetësimi i luftës së Shkodrës përmes letërsisë artistike, sigurisht ka shumë vepra letrare që nga Ndocnikaj me romanin e tij Shkodra e rrethume dhe Mëtej apo Vargjet e Azdrenit, Vargjet e Fishtës, apo në letërsinë më vonshme romani Stereospasës ose Dokur, romani i Skënder Drinit Vrajet Ratin, romani më i fundit Rrethimi i shkrimtarit të spikatur të sotëm Tom Kuka Enkeldemi. Por pa dyshim, pasqyrim të fuqishëm pati para dhe tek autorët shkodran që siç e tham, dhe krijuesit letrar të Kavajës kanë ndihmën e tyre në këtë ndriçim të kësaj heroike epike. Për të përmendur vargje të poetit Nazmi Roli, nga libri i tij lirik Belkanto për Kasandrën e Trojës, 2022. Të vdekshmit ne jemi, luftëtarëve Kavajës rënë në luftën e Shkodrës 1913. Me thirrje e daulle u mblodhëm. Një burr nga çdo shtëpi për Shkodrën, sa ishim s'ka numër, as dhe sa u kthyen. Di vetëm 104 të mbetur, e mënime se cilit gozht, e mbaj të ngullur, kaq kohë në zemër. Gjethe kanë rënë, të kamotshëm vdekur janë, vjeshta i dimra dhe shira. S'po mundimi nga harresa, t'ua shkruajmë një për një, emrat në gur, të vdekshmit ne jemi. Se një pasazh nga një roman i shkrimtarit Ylli Xhaferi, Ikja e Muzave, por po mbyllim me disa vargje të shkruesit të këtyre radhave, nga një libër im, Poezi Njerëzimi 2005, Memorial, për dëshmorët e Kavajës të mbrojtjes së Shkodrës gjatë luftës së parë ballkanike. Vish këmishën më të bukur e kemi për detyrën ndrën tonë, ja për këtë truall, për këtë diell, qiellin më të bukur vish, ose ashkun më të kthjellët.
vish flakën më të bukur, apo dhembjen më të shenjtë, e kemi për detyrë njeriun tonë, ja për këtë dashuri, për këtë shkodër loce, për këtë dritë. Lavdin më të bukur vish, po vish këngën më të bukur, e kemi për detyrë lirin tonë, ja për këtë përjetësit vrundull, martirizimesh djalërore, vish atë dheun më të bukur, të herojve. Kështu historie vjet kundruall fatit në përballje me të kaluarën që e përmban, por për të cilën nuk ka më kujtime, dhe historikja ndërtohet sipas kujtesës dhe sipas dëshirës që e bartin atë në mënyrë të pavetëdijshme. Dhe një vepër arti e letrares, ashtu si e vërteta historike, kanë vlerë vetëm kur dritërohen nga reflekset e së ardhmes. Ju falemnderit edhe për durimin, për të na ndjekur.